do me thonë për një familje fetare që ndoshta i kanë lanë shumë mundësi që kanë pas në kohën e komunizmit, kanë pas shumë mundësi me u avancu në pozita, po ka qenë shkak feja Allahut Azza wa Jall që i kanë refuzu edhe nuk e kanë refuzu, do me thonë xhamin, nuk e kanë refuzu namazin në xhamia. Ata e kanë pas klas edhe ai me një farë mënyrë u bë shkak, tha, unë tham mësoj te një hoxh, i mësoj shkronjat, tha që don më ardhe ti, tjetër edhe kur kam shku te prindë dhe i kam thonë se kështu e kam vendos. Ai si në fillim, prindi kishte qef me marrë vesh se a e kam seriozisht këtë punë apo veç kështu më ka kap ai emocione, euforia. Po edhe kur e pa që e kam sinqerisht edhe seriozisht këtë punë, tha mirë, tha, unë tha këtë rrugë tha mas shumë të edu. Edhe kjo më dha zemër hala ma shumë. Për herë të parë si imam kemi qenë në xhamin Katërllulla. Ta e xhamia e vjetër, jo tash kjo që është prezente, e vjetra. Se këta që ta pe thonë për herë të parë. So që kemi pas një pare është të mjaftueshme për disa muaj. Se pak me emocione, inshallah, më bëni halal. Këtu ka qenë problemi, subhanallah, se kur u qeshëm sabah, i thësha vetës, shty edhe pak, sa po mundesh me shty, mos me hangër buk. Hajt edhe pak, edhe nga njëherë shkon të koha deri në kohë t'i kindis. Edhe që atëherë unë e hangsha, me i thonë nëse munda me i thonë kaftjallin. Edhe që ajo, deri të nesërmën, duke e shty po të njëjtën mënyrë, hajt se edhe pak se në ashtu s'jam bënë që tash nuk jam shumë undshëm, edhe kështu ka vazhdu do më thonë me muj. Deri sa deshi Allahu edhe kemi folë me vllaun, ai po më thëtë si ki kushtet sene, po mu vike zërë, mi thonë që edhe sa herë që shokët kanë dalë, për shembull hajde dalim hajmë buka diçka, ose ju më largu, ose ju më dalë. Kom gjetë një arsye, do më thonë mu largu për aty se ata më thërshin edhe mu, po tash thirr një herë, dy herë tash marrë. Assalamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Projekti jonë të është hoxh. Flasim për hoxhën, rrugtimin e një hoxhe dhe tek shkollimi, studimi dhe dhe tek puna e tij si imam. Por flasim edhe për xhamin ku ai ka shërby ose shërben. Ne po fillojmë me xhamin ku jemi këtu, e pastaj do të dalim edhe tek biografia juaj apo rrugtimi juaj dhe tek Imam Bloku. Si quhet kjo xhami, në cilën lagje gjendet dhe na tregoni pak historikën e ndërtimit të kësaj xhamie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po nderuam Allah, shpërbleft që keni ardhur me na vizitu. Xhamia quhet Ebu Bekr Siddik dhe është ndërtu pas luftës. Është në lagjen Bregu i Diellit, gjithsesi në lagjen Sali Nivica, në rajonin e Bregut të Diellit. Këtu ka pas nevojë shumë të madhe një xhami se njerëzit që kanë jetuar në këtë lagje nuk kanë pas se ku t'i kryjnë ritet fetare, obligimet namazin, vetë se këtë xhamia poshtë atje te mahalla e muhaxherëve ose te xhamie të tjera. Ka qenë nevojë e domosdoshme. Ka qenë jashtëzakonisht nevojë shumë e domosdoshme, prandaj dhe deshi Allah Azza wa Jall mas luftës kjo mundësi u realizu, edhe pse kemi pas shumë probleme derisa është ndërtu, po deshi Allah Azza wa Jall e sot e kemi edhe e gëzojmë këtë xhami, inshallah edhe vende tjera e gëzojmë edhe shumë. Tërhoq gjatë bisedës private më tha që je që 7 vite imam këta, po? Po, kjo është viti 7, do të thonë që po fillojmë. Na tregoni pak për pra e tregove historikun e shkurtër të ndërtimit të xhamisë, por për aktivitetet që mohen në xhami. Meqense përveç objektit është rëndësishme edhe puna që bëhet brenda objektit, qoftë xhami, qoftë shkollë dhe kështu me radhë. Kështu që na tregoni pak për aktivitetet fetare që i keni në këtë xhami. Po, aktivitete elhamdulillah si çdo imam, edhe këtu me lejen e Allahut mundohemi me shfrytëzu edhe objektin që të bëjmë disa aktivitete. Për aktiviteteve tona është ligjerimi, cilat i kemi 2 dhe 3 ligjërata gjatë javës. Pastaj kemi aktivitetin me fëmijë, i kemi katin aty lart sipër, se xhamia është 4 kat edhe një kat të gratë 5. E kemi kati lart atje për lodra për fëmijë, kemi marrë një ping pong, kemi marrë këto për futbolli i vogël që ka është ato. Do më thonë lodra, lojna që pra është edhe këndi i lojrave për fëmijë. Po, që shumë herë fëmijët vinë, lojnë, edhe pse ndoshta nuk janë pjesë e mësimeve të cilat ne mësojmë me fëmijët,
po vinë, luajnë atje, pastaj disa prej tyre ka dashur Zoti edhe kanë ardhur edhe janë bërë pjesë e jona dhe kështu vazhdojmë me kësi lloj aktivitetesh, thuja të përditshme. Sa i përket mësim besimit që e kemi me fëmijët, nuk e kemi përditshme, e kemi 2 herë në javë. Po aty do me thonë kemi edhe të moshave të rrituna, do me thonë kemi edhe student. Pra të gjitha moshat. Po, patjetër. Kemi edhe student cilët janë edhe ata aktiv, edhe ata janë të interesuar shumë për me mësojmë këtu bashkë, e kemi një ambient shumë të ngrohtë. Nuk e kemi atë, si ta them, unë jam imami edhe tash ju veç duhet me ndëgju, po e kemi atë relacionin shumë të afërt. Pra s'keni raporte vetëm zyrtare, por e keni kështu e kemi të shumë të hapun, edhe bëjmë mohabet sikur noda përpara, ki parasysh. Dhe kjo jep mundësinë që rinis me kanë më afër imamit, më afër xhamis, me kontaktuar. Ky është edhe qëllimi, do të thonë që mos shikohet imami si diçka që është i paprekshëm apo ku diun, po imami edhe ai është njeri, edhe ai ka nevojë me marrë një këshill për juve, kështu. E kemi, do me thonë, gjatë javës, shembull, ose çdo një herë në 2 javë, varet prej si i kemi punët, e bëjmë këtë, do me thonë, si ndaj, plus asaj kemi edhe disa që, me disa trinë xhamis që janë më aktiv, në xhami dhe e kemi xhamat të rregullt, kemi disa aktivitete tjera, ju ndihmojmë disa familjeve që kanë nevojë, pastaj kemi disa mjete, si karroca, gjana tjera, do me thonë që ka nevojë njerëzit, se sa e blenaj, për shembull, një karrocë për të smut, e kemi këtu, i udhëzojmë, për shembull, për sot e ka nevojën për me shfrytzu, po mase që të mbarojnë, me kthy që me marrë dikush tjetër, e lloje këtilla, do me thonë, të aktiviteteve. Xhamia ka, besoj, pjesën e abdeshanës, banjëve? Po patjetër, është abdeshania, është banjët, është zyra e hoxhës, për atë që vinë vazhdimisht njerëzit për konsultime me hoxhën. Do të thonë, kemi elhamdulillah, gjitha kushtet janë të pranuara dhe të plotësuara, vetëm se si objekt kishëm pas qef me pas një objekt tamam. Se kjo si objekt një qysh i bjen si me qenë shtëpia, ki parasysh, po me pas atë objektin tamam. Që me udit nga larg që është xhami. Po patjetër. Sa persona mundet mizon këtë kjo hapësirë kësaj xhamie? 4 kate që i kemi për burra edhe një për gra, afërsisht 700 deri 1000. Aty do me thonë është afërsisht që mundet me nxanën kjo xhami. E keni edhe ju këtë problemin e xhumas që një pjesë e xhamatit do të më fal jashtë? E kemi shumë këtë problem. Si çdo xhami pothuajse. Për zotin, këtë problem më të madh që e kemi është ky. Do me thonë, sidomos kur po vjen dita e xhumë, edhe kur po vjen kohën e xhumas, edhe i shoh hala para se me fillu, edhe i shoh, dhe me thonë që veç është mush një saf ose 2 safat jashtë atje xhamis, kjo me të vërtet po na bën pak më u shqetësu, se si me pas, si kur ta kishim një objekt tjetër që me pas, do me thonë, mundësinë që me qenë brenda në objekt, i shkon shumë më mirë. E ka edhe anën tjetër të krenarisë që ka mjaft xhamat po, shumë që përdoren rrugët. Patjetër. Ajo na bën me u ndi hala më mirë, po nga njëherë po kemi telashe se njerëzit kur po falen rrugë, po pengojnë tjertë, po që mund të pas ankesa nga pjesa tjetër. Patjetër, po ajo është, do me thonë, çka 2 minuta, 3 minuta derisa të kryhet falja namazit. Po shohim që kanë ndryshuar pak dizajni apo është dizajnuar pak xhamia, nëse nuk po gabojmë, keni edhe tepijet e reja, keni bërë disa investime më duket. Po, patjetër, po me thënë drejtën, po duhet me bëj investime se gjithmonë kur është diçka e njëjtë, bëhet monotone. Po kur fillon me u ndryshu, bëhet më e këndshme. Edhe ky ndryshimi ka ndikuar hala më shumë, domethënë, edhe te xhamati, na kanë falendëruar gjithë, po ajo nuk është që është meritë e jam, është meritë e gjithë stafit në xhamis që këto ndryshime bën me vullnetin e donatorëve. Patjetër. Se ku kanë ata vullnet, padyshim që dhe jeni të hapur për me bëj investime. Nuk ka dyshim, domethënë pa donator na s'kem gjysh mi bë. Pra asgjë nuk mungon këtë xhami sa përket një xhamati, qoftë nga abdesania, nga të ngrohtit, nga freskia për verës, klima, gjithçka pra është absolut. Çdo gjë është mashallah është në rregull. Për jashtim ai kati lart që janë lodrat, aty është pak më ftoft për gjatë kohës dimrit, po me lejen e Allahut edhe sa i vjen koha. Po sa i përket investimeve, desha me cek se xhamati është shumë i mrekullueshëm. Këto domethënë këto arkat që i kemi domethënë të xhamis, që sa vite domethënë ky është viti i 7 që jam unë imam, veç një herë kam lypën
të holla për me bari në vend xhamis. Sepse s'ka pas nevojë. Nuk ka pas nevojë se arkat janë mashallah të mushta, edhe ato po shfrytëzohen, edhe xhamati peshë edhe vetë, domethënë se ato pare ku po shkojnë. Prandaj edhe nuk pritojnë edhe nuk ngurrojnë prap me shpenzu. Allahu i shpërbleft. Amen, gjithë inshallah. Se meritojnë domethënë një shpërblim. Po alhamdulillah që ka donatorë cilët vazhdimisht janë të hapur për me kontribuar në xhamia apo në fushën e fesë. Dalim pak tek ju hoxh, pra si vendosët me shku në medrese? Ishte dëshirë juaja apo edhe dëshirë ose thonë za imponim i familjes se këherë ka pasur edhe prindrit kanë ndikuar në edhe ala ndikojnë në, nëse mund ta më thonë, me zgjedh profesionin djalë apo vajza. Na tregoni pak rrugtimin tuaj deri tek Imam Lloku. Kjo pjesë me të vërtetë është pjesë shumë e ndihshme se kujton shumë gjëra të kaluara. Sa i përket ndikimit pse unë e kam marrë këtë rrugë edhe të jem si hoxh, nuk kam pas presion për askujt. Rrjedh domethënë për një familje fetare që ndoshta i kanë lënë shumë mundësi që kanë pasur në kohën e komunizmit, kanë pasur shumë mundësi me u avancu në pozita, po ka qenë shkak feja Allahut Azza wa Jall që i kanë refuzuar, edhe nuk e kanë refuzuar domethënë xhamin, nuk e kanë refuzuar namazin në xhamia. Kështu e kemi pas prind, edhe falenderoj Allahun Azza wa Jall që kemi pas prind tillë. Edhe unë si i vogël, si isha domethënë shkollën fillore, si çdo fëmijë, kur e sheh prindin, pa qef me vao domethënë diçka që e sheh prindin e vet. E prindi sa herë që kemi ndajt të shtëpia, sidomos muhabeti të çdo shtëpi përpara, po flasim para luftës, muhabeti më i mirë ka qenë kur kemi pi çaj. Aty ka qenë ai muhabeti, aty baba shumë herë atmosfera më e mirë e mundshme. Aty është po. Edhe ajo nuk harrohet asnjëherë. Aty prindi gjithmonë e ka shfrytzuar edhe na ka fol. Domethënë rreth fesë, historinë, ligjëratat që ai kanë marrë hoxhallarët në atë kohë nëpër xhamia, vinte edhe na i tregonte në shtëpi. Edhe kështu ka lind ajo si ide se e pasha, domethënë prindin që ishte shumë i kënaqur me këto kur na tregoi se kështu tha hoxha, kështu tha imami, kështu. Edhe për kësaj në një farë mënyrë më lindi një ide, po sikur të jam unë që ai hoxha, edhe baba e me ardh me ngut djalin e vet. Kështu ishte si fillim. Dhe pastaj vendosëm Dhe pastaj deshi Allahu në klasë kemi pas një shok që e shfrytëzoi rastin ta përshëndes. Edhe ai tani është hoxh. Ata e kom pas klasë, edhe ai me një farë mënyrë u bë shkak, tha, unë e tham mësoj te një hoxh, i mësoj shkronjat, tha që don më ardh ti. Thash po tjetër, edhe kur kam shku te prindë dhe i kam thonë se kështu e kam vendos, ai si në fillim prindi kishte qef me marrë vesh se a e kam seriozisht këtë punë apo veç kështu më ka kap ai emocione, euforia. Po edhe kur e pa që e kam sinqerisht edhe seriozisht këtë punë, tha mirë, tha, unë tha këtë rrugë tha mas shumë të e du. Edhe kjo më dha zemër hala ma shumë. Pasaj deshi Allahu ka mësu te Hoxha Bahtir, Mulla Bahtiri rahmetullah alej, një hoxh i mrekullueshëm që kanë nxjerrë nxënësa me qindra mijë nxënësa kanë nxjerrë, që sot subhanallahu lexojnë Kur'anin jashtëzakonisht bukur. Allahu e mëshiroft. Te ai kemi shku, kemi mësu Kur'anin, edhe kemi mësu ashtu siç duhet mësohet, saqë kur kemi shku në studime në vendet arabe, edhe kur kemi fillu me lexu Kur'anin, ata nuk na besoshin se ne e kemi mësu Kur'anin në vendin tonë, Kosovë. Ju ka do pak e çuditshme, se leximin e kena pas jashtëzakonisht mirë, edhe ata u çuditën, jo, te cili hoxh në vend aty në Arabi, te cili keni mësu, s'kena mësu këtu, na leximin atje kemi marrë, po këtu veç në vend Indje. Po. Në medrese në Prishtinë apo? Po. Si u regjistrove kur shkove apo te pak mërzi se me lanë shtëpinë, keni udhëtu apo keni qëndruar në konvekt, se ka qenë pak jo, kemi udhëtu se në atë vit që unë jam regjistruar në medrese, është dëba që këta që janë të Prishtinës me udhëtu në shtëpi, e tjerë që avim për jashtit me najtë në konvekt. Do më thonë, po atë vit që unë jam regjistruar, ashtu ka qenë. Një mirësi, nëse mund. Po, dash mirësi, dash si dush, po më rëndësi, do më thonë, neve kemi udhëtu, dhe kemi shku në medrese, do më thonë, kemi udhëtu gjatë. Çfarë nxënësi që keni qenë në medrese? Për një metëve të Allahut kemi qenë të shkëlqyshëm, alhamdulillah. Po. Kur përfundoi medreseja që zyrtarisht Kapuçi hoxhës ju vënë në kokën e juaj, çfarë ndjenje ishte për ju edhe për prindërit e juaj, për familjen e juaj, si u pret
këtë ceremoninë se mund themi? Me thonë drejtën, kur e kemi mbaru medresën, edhe kemi marrë atë, si i thojmë na mbrëmja e maturës, aty subhanallahu ishin profesorat cilët na kanë dhënë mësim. Edhe prej larg i shikojsh ata. E thëj subhanallahu, sa ta tën kohën tash, masi që mbaroj, u përfundu notat vitin e 4, thuja veç tash mbeti mi marrë diplomat, tash ata gjithë kohën, si për humor, e thoshin, koleg, na thoshin. Tash unë e këshisha prej larg, subhanallahu, ky gjithë këtë shkollë e ka marru, gjithë këtë dije e morëm prej ti 4 vjet, tash unë koleg me ta, gjysh e nisha vetën, se isha, a ka mundësi unë me kam koleg me këta? Që shka mundësi një gjatë tillë, se nxansi tyne, edhe sot për Zotin, sot kur t'isha, prap jam ai nxansi, kur t'i takoj ata, subhanallahu, dhe mundohem me E luani rolin e nxënësit ka shqyre pa më pasur kur shpërgatitur. asnjëherë nuk ka ndodhur që me po dikë që më ka dhënë mu mësim medrese, e ta shikoj me një sy të ndryshe, vetëm se ai është profesor jam, edhe ka me qenë profesor jam deri në Si kanë prit prindrit, nana dhe baba? Nana dhe baba kanë prit jashtëzakonisht mirë. Kemi pas një rreth, që tash kemi pas rrethën elhamdulillah. Sepse askush nuk gëzohet më shumë se sa nana dhe Patjetër, baba. ajo s'ka dyshim, gëzimi ka qenë jashtëzakonisht i madh, edhe pse ka pas presion pak prej disa kështu familjarëve që pak më të lartë, se tash po flasim për atë periudhën para luftës. Para luftës, domethënë ti më u bë hoxh, s'ke pas kur fare respekti, kur fare Ka qenë perspektive. ngritur në forme Absolut, figura e s'ke pas hoxhës perspektivë, për se- shkak të statës. Sa përket edukatës ka pas, e kanë respektu hoxhën thuja shumë, po në atë aspektin financiar, se tash ky bot hoxh, ku merr rrogë, se çka bën, si ka me kalu jetën, qysh ka u martu, Me qenë sfidë mbi jetesa. patjetër, se përpara e dim, sidomos Qysh ka qenë koha? hoxhallar që kanë qenë imama xhamiave të asaj kohe, ti llogaritë kanë pas rrogën 50 as 100 marka, që ato për Vështirë për me mbijetu. Jenë harxhu. I kujtohet kur keni dalë për herë të parë imam, si imam i diplomum dhe njëkohësisht ku jeni përcaktuar për herë të parë? Për herë të parë si imam kemi qenë në xhamin Katërllullat. Ta e xhamia e vjetër, jo tash kjo që është prezente, e vjetra. Atje ka qenë një hoxh, Mulla Rostemi, Rostem Muja, ato e kemi pas edhe kojshi, ai kishte dëshirë që unë, sa ishte në prag të pensionit, ai kishte dëshirë që unë kur ta mbaroj medresen, që të bëhem imam atje. Po unë kisha mendime tjera, me shku me studiu ma shumë. Ai pretendimi i tij, mbaroj medresen, merr diplomën edhe hadi këtu vazhdoj imamllokun. Po unë nuk kisha i pajtimit ashtu, po më rëndësi aty unë e kam marrë edhe hutbën e parë, aty edhe imamllokun, domethënë si imam, aty kam fal Apo të emocioni hoxh? ditë xhumoj u kam, Dëgjmoja xhamot shumë. po edhe kur kam hutbë atje, edhe i kam po disa profesora që më dhajnë mësim atje në medrese, thash haj çam zgjeti mu. Pse e pranova në i bëm hutbën. E moment temën që ke ligjëru? Tema ka qenë respekti ndaj prindërve. Respektin e prindërve. Po. Respekti ndaj prindërve, subhanallahu, se këta e kam pas subhanallahu shumë dashën. Se edhe në medrese shumë herë profesorat e kanë ceksi si temë, e kemi pas në lëndën e ahlakut, moralit. Aty shumë herë, sa herë që është marrë, do më thonë, do një shembull dhe diçka, gjithmonë është marrë te prindi, do më thonë respekti i prindit, shpërblimi i respektit prindit. Edhe kjo pastaj më patmet, edhe e kisha a thuja që të ma të përgatitën, edhe hera e parë, edhe hajde bismillah. Po rrugëtimi juaj për në studime. Ku keni kryer studimet, si vendos që me vazhdu tutje, pasaj çështja e kohës, mundësive ekonomike, mbështetja? Të thash, sa i përket mbështetjen e kemi pas jashtëzakonisht madhe prej rrethit të ngushtë. Përjashtim prej rrethit gjanë. Rrethi gjanë thash, kanë bërë shumë telashe probleme, po elhamdulillah te i kalojshin, se i njërej ke baba shumë. Këto farë fjalë që avishin prej jashtë. Edhe shumë herë bile e moj men kur më ka thonë se ato që ka e ha unë, ki me hongër edhe ti. Nëse s'ka për të ditë, unë e se ha e han ti. Veç ti vazhdoje, mos e lën gjystë. Kështu e kom pas, do më thonë, edhe kjo më ka thonë shumë Kuraj e mbështetje. që mos me lanë me vazhdu.
Po, nga njëherë, subhanallah, jenë do sprova që ndoshta për herë të parë, po e thëmë këtu të misioni ju vallaj shpërblet. Kur kemi shkue, ka qenë, thonë, atëherë koha e luftës, do të thonë 3-4 muaj para se me fillu lufta në Kosovë, na veç e morëm rrugën për me shku. Edhe ai vit ka qenë, do të thonë, nuk e dija se si e kemi kalu. Se ka nuk dishëm se çfarë po ndodh me familjet, nuk dishëm me ardh, s'kishëm asgjysh me ardh. Do të thonë ka qenë një periudhë shumë e vështirë, po të njëjtën kohë ka qenë një periudhë që subhanallahu a me vazhdu, a me mbet. Anën tjetër, aspektin ekonomik ishëm pak liksht, po flasun se vllaun e kemi pas, Allah shpërblet si çdo në kohë para luftës që kemi pas dikën jashtë, vllau ka qenë jashtë, Allah shpërblet. Do shkujdes për juve. Është shumë se tani edhe babën e larguam prej punës për shkak pas kësaj që nuk ka dashur, domethënë me i pranu ato çfarë dëshin mi pranu në atë kohë. Serbët. Edhe subhanallahu, pastaj rrethi filloi pak më ngushtu. Filloi lufta, telashet filluan më shumë, tash është kriza. Apo vazhdon, apo rrin. Apo kthehesh. E këtu ishte problemi më i madh. Këtu e kom pas sfidën jashtëzakonisht madhe. Qysh me vendos? Çfarë me vendos? Se tash për me vazhdu, unë ndoshta si tip nuk jam shumë se për shembull kemi pas mundësi ndoshta edhe me shku diku me atrokit një derën një hoxhës apo dikujt tjetër, po unë nuk e di, prej natyrës nuk kam pas mundësisë, nuk ma kalon dëqysh mrena mi shku mi thonë dikujt kam nevojë për një bursë apo një diçka se s'e di, ashtu vetë. Edhe kjo do me thonë ka ndiku tani edhe tjetra që unë me mbet, me mendu hala edhe gati 50-50. A me lanë krejt, me u këthy në shpi, a me vazhdu. So që, se këta që ta për thonë për herë të parë, so që kemi pas një pare ashtu të mjaftueshme për disa muaj. Se pak me emocione, inshallah, ma bëni halal. Këtu ka qenë problemi, subhanallah, se kur u qeshëm sabah, i thësha vetës, shtyj edhe pak, sa po mundesh me shtyj, mos me hangër buk. Hajt edhe pak, edhe nga njëherë shkon të koha deri në kohë t'i kindis. Edhe që atëherë unë e hangsha, me i thonë nëse munda, me i thonë kaftjallin. Edhe që ajo, deri të nesërmën, duke e shtyj po të njëjtën mënyrë, hajt se edhe pak se në ashtu s'jam bënë që tash nuk jam shumë undshëm, edhe kështu ka vazhdu do më thonë me muj. Deri sa deshi Allahu edhe kemi fol me vllaun, ai po më thot si ki kushtet sene, po mu vike zërë, mi thonë që qështu janë kushtet, njëhen po ha bokses, po kam. Mi u thonë tjerve shokë, se kemi pas edhe shokë, po jam kanë pak i marrushëm dhe s'kam mujtë me shtu mi u thonë njerëzve. Edhe sa herë që shokët kanë dalë, për shembull hajde dalim hajmë buka diçka, ose jam largu, ose jam dalë. Një arsye me ikë. Kom gjetë një arsye, do të thonë mu largu për aty se ata më thirrshin edhe mu, po tash thirr një herë, 2 herë tash marrë. Edhe kjo do të thonë derisa subhanallahu ndodhi dhe vllau tha, e kam tha një shok, tha vllau i këtij shokut tha jeton atje ku isha unë. Tha shko tha te ai, tha dhe merre këtë shumë. Se unë ja dha tha këti këtu, ai ty ta jep atje. Ajo për mu ishte, si këmi morë, ku me ditë sa rroga, ku me ditë sa, subhanallah ishte një qlirim shumë i madh, që prapë shfrytëzoj rastin me falendëru Allah e shpërbleft. Se kjo me një farmyre tash është bërë dhe si shkak që ma unë tash mendimin, ma mos me posën mendim, a me vazhdo ajo, me vazhdo dhe mos më këthy ma heq. Çfarë vende keni studiu? Fillimin kemi qenë, do me thonë, gjuhën e kemi mësu në Siri, po për shkak të kushteve, si që përmenda ekonomike, që nuk i kishëm, se kemi qenë me shpenzimet shtëpisë, jo me shpenzimet atjet. Pastaj kemi kalu në Liban, që ishte një mundësi pak ma e mirë për ne, për mu personalisht, sa atje kemi pas konviktin. E në konvikt, si student i huj, s'kemi pagu. Edhe deshi Allahu u regjistrova atje, pastaj studimet i kam vazhdu në Liban, edhe ka dashur Allahu, edhe magjistraturën atje kemi mbaru, kurse doktoraturën në Turqi. Ti ardh ka Kosovë dhe ti kryj shkollë. Në Kosovë hynë në punë, u punësove. Po kur edhe pastaj deshi Allahu dhe mu hap këtë derë për me qenë këtu imam. Pra punësimi i parë zyrtarisht si imam në këtë xhami.
Mësimi i parë, unë edhe kur kam qenë atje, kam punu. Se thash në fillim që ishte ajo sfida e fillimit, pastaj u hapën dyert. Kam pas mundësi me punu në disa shkolla, se mësum tani gjuhën, elhamdulillah, edhe na u dha kjo mundësi, kjo hapësirë që me dhanë mësim të disa shkolla që ishin shkollat të Kur'anit. E kjo tani na ndihmoi nga pak. Pastaj gjithashtu edhe në Turqi. Turqi bile thuja 1 vjet kam dhanë mësim me një shkollë. Dhe njëjtën kohë edhe studimet edhe... Pra, po i bie që e njehni dhe gjuhën turke? Po, kemi mësu, alhamdulillah, na ka mundësu Allahu me mësu dhe gjuhën turke, literaturën që kemi vazhdu e kemi bërë në gjuhën turke. Pastaj, kur kam marrë këtu, kam fillu të një shkollë me dhanë mësim, aty kam dhanë mësim 1 vit, kam dhanë mësim landën etika, që mu përshtat këdhe me profesionin. Pastaj deshi Allahu u hap këtë derë e kësaj xhamie dhe tash e ky viti i 7 që unë e shërbej në këtë xhami si imam. Atëherë hoxh, kjo është zyra e juaj, pra si hoxh edhe zyra personale. Po gjatë bisedës thotë që vinë edhe shumë njerëz për konsulta ndryshme, për probleme ndryshme familjare, ekonomike, sociale. Çka shërben kjo zyre më konkretisht? Kjo zyre së pari shërben për mu personalisht, se unë këto e kaloj kohën goxha shumë, jo të lexoj diçka, jo, po gjithashtu kjo zyre shfrytëzohet edhe për konsultat ndryshme. Për çka vinë njerëzit tek ju? Shumicën e rasteve që kanë ndodhur, që kanë ardhur, kanë ardhur për punë problemesh familjare. Kanë probleme familjare. Nganjëherë subhanallahu se unë kur them kanë probleme familjare, tash unë do të me ditë çfarë familje është, a është familje fetare apo jo fetare. Edhe subhanallahu shumicën e rasteve dalin me qenë familje jo fetare. Bile ka ndodhur 2-3 herë që i kam pyet, se kanë qenë do raste pak më ashtu më të rënda se s'ka nevojë mi përmend, po disa raste i kam pyet pse i ardhe unë. Ku e ki gjykatën, e ki njerëzit, ki ashtu, po përgjigja subhanallahu është që këtu po na flan zemra më shumë. Pra është besimi tek ju. Po tash besojnë problemin hoxhallarëve. Besimi te imami. Po, kuptova. Jo personalisht, po është pozita e imamit. Te pozita e imamit, se faktikisht edhe neve atë që mundohemi me sqaru, mundohemi me sqaru në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndonjëherë kur ka pas probleme, domethënë ju kam thonë njerëzve që ka ardhur një herë një rast, erdhi një burr, po tash kishte probleme me familjen, edhe thash nëse veç nuk mundi me zgjedh probleme, thash nëse don pritëm si musafir, unë thash vi tek ju. Edhe ajo çudi tha, hoç tha, vjen aty on? Tha po, thash çfarë problemi? Thash ka, problemi është me zgjidh problemin, me qenë ju domethënë rahat. Këtu është telashja. Këtu është domethënë ajo ideja ose ai domethënë mendimi jam ose çfarë të them, që qëllimi jam që familja me qenë domethënë jo rahat. Thash unë pa problem, thash vi edhe te shtëpia ju, qoftë nevojë edhe me ditë. Absolutisht nuk e kam problem, vetëm që t'jeni rahat te shtëpia, se këto nuk kemi qef me i pa te ne shqiptarët. Se familjet përpara te shqiptarët nuk kanë qenë këto vartelashë kaq të mëdha. Ka atë shumë probleme tash, kemi pothuajse çdo ditë palë të cilët vinë për me thonë çdo ditë është shumë, po gjatë javës ka goxha shumë. Ka 2 herë ose 3 herë gjatë javës. Kryesisht probleme familjare. Shumicën e rasteve, ka edhe probleme tjera, po shumicën e rasteve probleme familjare. Ka ndonjë rast shumë të rëndë që mundesh me tregu, apo rastet janë kryesisht me thonë drejtën të mbyllura, janë për shkak të privatësisë, vjen shumë keq, nuk mundem me thonë se ka raste domethënë që janë edhe të tilla, po për shkak privatësisë që mos me dal me hoxha pozitë keqe që ata vinë te na se kanë besim, tash na mja u shfaq ato mundësitë të tyre, vjen keq.